tragjedia ka qenë është një shok të madh. Sepse nuk e kanë prit këtë rezultat, nuk e kanë prit këtë paraqitje nga kombëtarja e tyre, por edhe nuk e kanë prit, domethënë që Kosova është ka lojtar kaq cilësor. Dhe me të vërtetë jam befasuar dhe me këtë kam fol, domethënë interesimi është rrit shumë për lojtarët e Kosovës dhe të gjithë më pyesin domethënë që janë të befasuar nga kualiteti që kem. Dhe me të vërtetë ka bërë jehon të madhe domethënë këto dy fitore që kemi bërë ndaj Suedis, dhe kjo na jep na dërgon në nivel tjetër absolutisht, dhe lojtarët tonë bëhen interesant për shumë klube të Evropës dhe po ashtu respekti ndaj Kosovës, ndaj kombëtarëve Kosovës rritet. Dua të them që me të vërtetë kjo ka jehon, dua ta them një tjetër se me të vërtetë kombëtarja jon ka qenë, mendoj që është dhe do të jetë një prej shembullve më të mirë, domethënë se si përfaqësohet shteti, dhe mendoj se lojtarët tonë dhe kombëtarja jon është një prej bën jehon në arenën ndërkombëtare, jo vetëm me futboll, por domethënë edhe në të gjitha sferat tjera kjo që Kosova të një në plot të ndryshme. Edhe futbolli domethënë tash e bën të vetën dhe mendoj se kjo është një fitore shumë e madhe, në shumë aspekte, jo vetëm fitore që kemi ndaj Suedis në fush, por mendoj që kjo fitore do të jep rezultate edhe në të ardhmen, sepse këto fitore normal që japin edhe lojtarë që janë të që ndoshta janë aktual për kombëtarë tjera kur e shohin rajon do të janë të interesuar të vinë të luajnë për kombëtarët tonë.